Në Galerinë e Arteve në Tetov, bashkë me shumë kolegë ardashës dhe qytetar nga gjithë troje shqiptare, ka kremtuar 35 vjetorin e krijimtarisë artistike piktori Reshat Ahmeti. Ahmeti ka një stil të veçantë pikturimi, i cili si çdo piktor tjetër nxjerr në pëlhurë piktura atë që ndjen në thellë në zemrën e tij. Ai pikturon forma të ndryshme duke mos e lënë anësh as traditën tonë shqiptare, ku në mes të pikturave dallohen motive shqiptare. Këta 35 vite krijimtari i piktori Reshat Ahmeti ja dedikon punës së tij, i cili në asnjë moment nuk u larguan nga vullneti për të krijuar vlera dhe piktura artistike. Profesor, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit edhe pranimin tonë këtu. Atëherë sonte është 35 vjetori i krijimtarisë artistike i juaj. Këtu shohim një piramidë si e vlerësoni, sa kanë qenë vështirë këta 35 vite karrierë arti në këtë kushte ku jemi ne? Nësë artisti përherë kërkon kushte, të më thonë përherë gjëna libi, që mos jape atë që e ka. Artisti vërtet gjithmonë gjenë kushte, edhe kur nuk ka kushte, motivacioni që ka mbrenda, energjinë e mbrenshëm që është, përherë mund të krijone pavarësisht nga rrethanave, kushteve sociale, politike, historike. Artistët më të mëdhenj kanë krijuar në situatat më të vështira që i kanë patur. Edhe na tash i festojmë të arriturat e tyre. Para alibi për kushtet tash e eliminojmë. Më me rëndësi është që artisti ta ketë atë dritën e vete, energjinë e vete të mbrenshme, që nuk ta jep as rrethi, as do një trashëgimi kështu me radhë. Talenti që ta jep Zoti, mirë po pa punë dhe pa energjinë personale nuk ka krijim. Shumë që keni bërë një pikturë shumë mjaft të bukur që e keni quajtur piramida dhe piramida duke. Sa është dashur kohë për të punuar kjo dhe ka një mesazh edhe kjo. Për shembull, vepra artistike nuk krijet me orar, me kohë. Dhe njëherë ndodhet inspirimi i tij fuqishëm dhe vepra brenda javës dhe një muaj mbaron. Dhe njëherë nuk ka fund. Pra, aspekti kohor ta krysh veprën nuk është më rëndësi. Më rëndësia që thamë ne sa i inspiruar e sa e ke gjetë veten aty. Ju mund shihni këtu se është piktura diptych, punuar tridimensional, përveç që është forma e piramidës, edhe piktura ka formën e piramidës. Pra në kështu këtu. Nga cikli geometrizmi lirik, ku kam dashur të bëj simbios mes botës të njeriut, i cili prodhon objekte të cilët kanë formë geometrike, dhe natyra i cila nuk ka format geometrike. Çdo gjë që prodhon natyra ka proces evolutiv. Asnjë nuk është statik, asnjë nuk është një formë e konkretizuar. Pra nëse hudhim fare në tokë, fillon të dalet dega, dritë kështu me radhë. Ndërsa njeriu që bën një objekt që e bën nuk ka arritje, ashtu që është. Pra natyra që jep ka jetë, por njeriu përpiqet të imitone, ta racionalizone këtë realitet, natyrisht aspekti filozofik duhet të arsjetohet me aspektin të gjuhës të artit figurativ. Mund të shihni këto ngjyrat, është përdorur teksturë e kështu me radhë. Mbi gjitha, pavarësisht çfarë filozofie kemi ne artistike, megjithatë piktura duhet ta ketë atë gravitetin vizual, e shep dhe të tërhek. Fillimisht nuk kupton asgjë, mirë, po si shkojnë ande. Pra këtë energji, këtë gravitet vizual, artisti duhet të arrijë me originalitetin me punë. Kalojmë edhe disa piktura tjera, të cilat shohim që sot ishte edhe krenar për shkak se më shumë se 2 orë vetëm me fotografi të cilët kishin ardhur për të uruar 35 vjetorin, ndërkohë që kjo është një punë e madhe që tregon që 35 vite ke punuar shumë. Po, në që të thotë kam edhe shumë miq. Sonde kishim gati nga tërë Maqedonia, edhe nga Kosova kishim misafir. Arti i bashkon, në përpiqen që nëpërmjet artit t'jap një energji pozitive, një optimizëm për jetë, se jeta është mrekulli, nuk do të shohim vetëm anët e këqija. Përpiqemi sa më shumë ta ushqejmë atë anën e mirë të shpirtit tonë. E keqja gjithmonë është aty. Mirë, po nëse e ushqejmë anën të mirë, nëpërmjet artit, muzikës e kështu me radhë, shpirti i njeriu relaksohet dhe bëhet më hujnor, themi. Profesor Ahmeti, këtu çka ke dashur? Edhe që është nga cikli gjeometrik, pra e shihni format geometrike janë të qarta me këndët e veta, nga në majtën e gjajtë, të cilët e bëjnë një baraspesh kompozicionit, edhe kemi këtu si një lumë që rrjedh, i cili nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Përsëri e lidhja atë që e thash për pikturën e parë, natyra dhe njeriu, simbioza dhe njeriu dhe natyrës, cila duhet jetë harmonike, ne nuk duhet ta shkatërrojmë natyrën, çdo gjë që bëjmë të jetë në suazë të
funksionit të natyrës dhe njeriut. Por me ngjyrat e artit figurativ. Nëse shihni ka një koloritet më shumë tonik, do të thonë nuk kemi ngjyrë të pastër, kemi më shumë ngjyra të teksturale edhe disa lëvizje të potezeve, të cilët duhet të japin kompozicionit gjallëri. Kryesisht materiali përdoret vaj në polhur apo edhe vaj në polhur. Këtu ishte teknikë kombinuar, kam përdorur rër, kështu më radhë. Profesori, ju përveç se në 35 vjet që keni qenë një ndër figurat kyçe në pjesës të Maqedonisë, por edhe në shtetet ballkanike, keni marrë pjesë dorën zemër edhe në qytetet më të mëdha kontinentale, evropiane e botërore. Mund të na thoni si ka qenë atëherë, ku dallon, arti është art edhe këtu edhe atje, po vlera juaj si është atje? Respekti, dashuria. E them se arti është gjuhë universale. Kam elemente nga folklori kombëtar shqiptar, e cila është e jona, mirë po unë përpiqeshem që nëpërmjet ngjyrave të jetë universale e pranishëm për të gjithë. Duke përdorur elementet është mrekulli piktor japonez ose ardashësit nga Korea i pëlqejnë veprat e mia, të cilat kanë burimin nga tradita jonë, në New York, në Paris e kështu me radhë. Definitivisht është argumenti se arti është gjuhë universale dhe kosmike. Nëse vin alient, vetëm nëpërmjet artit dhe mund të komunikojmë. Shtetet të cilat janë zhvilluara, shtetet evropiane, ata kanë shumë traditë në artin figurativ, të cilë është trashëguar me gjenerata, do të thonë, kanë qetër trajtim të artit, mirë po mo kemi iluzionin se është lehtë të jesh atë artist. Bile është edhe më vështirë, për shkak se plot artistë nga tërë bota janë në këta shtete të zhvilluara. Shpesh herë amerikanët thotë ne piktorët amerikanë jemi të tepër njëri tjetrit. E tash na vijnë artistë nga tërë bota. Edhe janë ngulfatur nga shumë konkurrenca krijuese, asnjë artist nuk është i dobët kur shkon nëpër botë. Por megjithatë kam vërejtë se çdo kund të respektohet origjinaliteti. Tek neve artistët ndonjëherë shpejtojnë, pikturojnë diçka ose bëjnë ndonjë vepër e cila është e suksesshme dhe përpiqen me një vlerë e cila veç është arri, më thonë imitojnë edhe bota thotë ne jemi ushquar me këta, kemi kështu, e kështu me radhë. Pra unë shpesh u them artistëve tan të rinj, provoni ta gjeni dritën tuaj, shpirtin tuaj, s'keni nevojë të imitoni asnjë. Jo, mund të shfrytëzoni njohuritë, mund të shfrytëzoni vlerat, por kur ta imitoni një kulturë e cila nuk ka të bënë me ty ose me një shpirt që nuk ka të bënë me ty. Dhe profesor, këtë pikturë keni quajtur trekëndshi magjik. Shose kolorit ngjyrash, ajo që tha më herët duke shikuar zbulon. Edhe ne që më pak kemi njohurim nga piktura, por duke shikuar edhe duke zbuluar. Vërtet trekëndsh magjik. Format geometrie kemi rrethin, katrorin dhe trekëndshin. Ne shpesh e themi cila formë geometrike është më e qetë, ose është më e ashpër, ose është më mistike. Do të shohim se forma rreth është më qetësuese. Themi trues rumbullak. Të gjithë janë në njëjtën pozicion, janë të barabartë. Nëse është katror, dikush është në qendër, domethënë është në anën e gjajtë, në anën e majtë, dikush nuk është në pozicion, ndërsa trekëndshi është magjike. Shpesh herë thojza masonat përdorin trekëndëshin. Mistikët e përdorin trekëndëshin, për shkak se ka një ashpërsi lart dhe ka një rritje, fillon prej horizontales dhe mbërrihet në maj. Por unë më shumë e përdori si magji pozitive. Prej aty fillon energjia e cila duhet shpërndarë në tërë pëlhurën. Kjo është në një periudhë ku kam filluar pe geometrizmit në ciklin nga tradita, ku e kam përdorur folklorin kombëtar shqiptar. Tu ka disa elemente, disa ornamente të cilët asociojnë në folklorin ton, por edhe folklori universal, se folklori në përgjithësi në botë gati është ngjajshëm, është dinamike, është dekorative, por ne kemi disa specifika me të cilët ne ishim para. Profesor, pak do të lodhem edhe pak nëse nuk gabojmë në një pikturë mjaft e bukur e cila ndodhi. Ku tha diçka që ndonjëherë duhet nga shpirti ta krijosh. Ndërkohë që shoh se çdo gjë ke krijuar viti 1997, që ka nëse nuk gaboj. Po, 97. Shembull, ndodhet inspirohesh për diçka, je në disponim por nuk e din shkaku. Ne harrojmë se sytë që na shohin brenda ditës kanë regjistruar diçka. Ne nuk e kemi vërejt. Mirë po truni dhe vetdia jonë e ka vërejt. Edhe e shkakton një
emocion me të cilën te nuk e kuptojnë se është pozitiv ose negativ. Shpesh thot njerëzit, nuk e di, nuk jam mirë sot, a asgjë keqe nuk i ka ndodhur, ose jam shumë mirë sot, a nuk e di çka ka ndodhur. Se nën vetdijen tonë çdo gjë që e shohim ndikojmë, çdo gjë që e ndëgjojmë, edhe se në atë moment nuk e regjistrojmë, truri dhe vetdia jonë e ka regjistruar. Shpesh herë ku ndodhen shumë ngjarje, ndodhet diçka, në mënyrë spontane. Ku nuk kam si ta sqaroj, vetëm e shkruaj ngjarje. Edhe këtu kemi ngjyra të cilat e tregojnë çfarë ngjarje pa sqarime të mëdha, mirë po duke natyrisht frizuar gjuhën figurative që piktura ta ketë atë forcën temën që e kemi. Profesor, atëherë 35 vjet vërtet nuk janë pak, janë shumë për një njeri i cili asnjëherë nuk është devijuar nga rruga e tij, nga qëllimi. Çdo gjë që ke ndjer brenda ti në një farë forme e ke vendosur në pikturë. Ke ndonjë projekt tarshëm, shpresojmë dhe dëshirojmë jetë gjatë që jo 35, por 100 vjet krijimtari artistike dhe besoj kjo është histori e gjithë popullit shqiptar, jo vetëm si e piktorit Reshat Ahmeti. Fillimin e viteve 90, 89, 90, me vërtet ambienti për art figurativitet shqiptar gati ka qenë në nivel 0. Ka qenë Adem Kastrati dhe Omer Kalesh. Adem Kastrati ka jetuar këtu, ndërsa Omer Kalesh ka jetuar në Francë. Ne kishim profesor arsimtar të artit, mirë po motivimi për të krijuar, po ka qenë tjetër ambient, edhe situata politike, sociale kështu me radhë. Mirë po unë kur nuk kam gjej arsye që mos pikturoj. Shpeshherë edhe prindëri brengoseshte se populli nuk e kupton artin, kot e ke, shiqo do një biznis, do diçka, se atëres po ishin interiera, eksteriera, pikturojshin nëpër xhamia, kështu më të bëjnë një lek. Mirë po unë e dusha këtë punë edhe ishëm thojza utopist. Pavarësisht çka mendon rrethi, mirë po ja ndryshoi ambienti, ndryshoi çdo gjë. Tash ne pas vitit 2000 ne kemi artistë mrekullueshëm shqiptar. Fakulteti i Arteve në ato luajti një rol gjigant themi për artin shqiptar. Ashtu që më gëzon fakti se nuk ka qenë kot iluzioni dhe utopi që e kam pas, ja ndodhja e realitetit une që e paramendosha se të ndodh. Shqiptarët janë shumë të aftë, posa që është në vizualitete. Ku të shkoni shqiptarët veshen bukur, duken bukur, për shkak se kanë aftësi për vizualitet. Nëse shihni folklorin kombëtar shqiptar, çdo grop në Shqipëri dhe këthe ka veshje të veçantë. Kemi individualitet në dizajn dhe në folklore kështu më radhë, që tregon kreativitet të jashtëzakonshëm. Folklori jonë nuk është unifikuar. Kapela e bardhë, plisi në çdo rreth duket ndryshe. Xhamadani kështu më radhë ndryshe, që do të thotë çdo rrethin ka një kreativitet individuale kështu më radhë. Që jep si një bazë me të cilën arti vizuale dhe arti figurativ mund shkon e parë. Profesor, sa ditë do të qëndroje këtu pikturat e juaj në Galerinë e Arteve të Tetov, edhe në fundem sa keni për krajin institucionale? Duke se 2 javë dhe jetë ekspozita këtu. Arro se tash më presin shumë ekspozita, duhet shkoj në Berlin, duhet shkoj në disa qytete në Gjermani, më pret në Itali, në New York, e kështu me radhë. Për kraje është e mjaftueshëm, më thëmë kështu, si emër që kam arrin, nuk janë të mjaftueshëm, mirë po unë asnjëherë nuk ankohem, për shkak se mjafto që jam i lumtur që krijoj dhe bëj. Pavarësisht sa më ndihmojnë ose nuk më ndihmojnë. Pas të informacioneve në Galerinë e Arteve të Tetov do të kthehesh edhe në shtator me monografi. Pika të shkurtra dhe ishte kënaqësi që ishim këtu. Urnoni në shtator, po dhe bëhet një përmbledhje, një libër monografi për 35 vjetorin. Aty do jenë gati shumë elemente nga krijimtaria ime, rrugëtimi im artistik 35 vjet. Profesor, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atëherë këtu bashkë me mua ishte profesori i nderuar Reshat Ahmeti. Unë propozoj të ndjekim edhe disa deklarata të cilët ishin kolegë të profesorit të nderuar, i cili theksuan se profesori Reshat Ahmeti është një nga piktorët më të mëdhenj të popullit shqiptar, i cili ka krijuar themi historinë e popullit shqiptar nëpërmjet pikturës së tij artistike. Sonte kemi një frymë festimi të krijimtarisë 35 vite art dhe sot jemi këtu për t'i dhënë nderimin dhe mirënjohjen ton artistit të madh zotri Reshat Ahmetit, i cili sot është mes nesh, ku ne jemi përfituesit e këtij frymëzimi në 35 vitet e tij. 35 vite krijimtari nuk janë thjesht vite pune, janë dekada përkushtimi, rritjeje, një kërkimi të pandërprerë, të cilat Reshat Ahmeti ka përkthyer në gjuhën e vet të heshtur për të fuqishme atë të pikturës. Nëpërmjet kësaj ekspozite retrospektive,
kemi zgjedhur të sjellim për publikun një pamje sa më të sinqertë në rrugëtimin e tij artistik, që nga fillimet plot ndjenjë e kërshëri deri te fazat më të pjekura dhe të konsoliduara ku shfaqet identiteti i plot i artistit. Me këtë po përcjell një mesazh dhe të nderoj hapjen e ekspozitës dhe të shpreh vlerësimin për veprat dhe për kushtimin e tij. E kjo është Reshat Ahmeti, 35 vjetor vepra e atina, që për 35 vite ki artisti madh i kombit shqiptar, 70 vepra ka shpërndar në për gjithë kontinentet e botës. Kjo është një sukses shumë i madh, i palodhur. Prandaj jemi krenar që sonte që për Shqipërinë jo shumë artista, shumë studenta, shumë njerëzit miqt që kanë ardhur për ta ru, për ta respektu këtë ditë madhështore për artistin tonë Reshat Ahmeti. Sa kemi talenta që shpërndan vullnetin e juve, që shpërndan idejën nëpërmjet botës, me tregu se jemi nga vendi autokton që jetojmë në Maqedoni. Edhe në mundje edhe sport, kam lindur kampion. Askush nuk linder kampion, askush nuk linder shkrimtar, askush nuk linder artist. Po pa e dhon kontributin, pa e bo me vullnet, pa me sakrifim, nuk mund të arrin këto në piramidë. Vetëm njerëzit punëtor mërin këto në piramidën, sikur që kemi artistin tonë, Reshat Ahmeti. Dëshirojtë që vazhdojnë. Titova është më shtet i 2-3 universitete. Do t'i kalojmë në të gjithë aspektin, se kombi nuk madh vetëm me sport e me artista. Në gjithë lamit që do të një komb, do të shkojmë përpara. Unë e di që para 35 viteve, kur ne nga Tetova kishim shoqatën e artistë dhe figurativ në kuadrët e Xhenxhit të Qirit, ne hapëm ekspozitën e Reshatit, ekspozita e parë në Pallat Kulturës. Dëgjoj, unë nuk mund ta them këtë gjë, ta them nga saj 35 vjet ka karrierë. E di që ka fillu me stilin e urbanizmit, duke pas pikturat e tia me pamje geometrike, figurave vertikale, horizontale që kanë asociuar në New York, në vendet evropiane. E masën më vonë në pikturat e Reshatit në mbështetjen e 3 konçave, 4 konçave, paraqitet një lloj drite. Drite e cila jep një forcë, e cila e dramatizon. Por ndyshe në kohën e fundit e vendon edhe folklorin aty. Folklorin, kështu që kjo është Reshat Ahmeti, transformimi nga asocioni në geometrizëm deri te lirika, deri te folklori që na preokupon neve gjithë, duke ja bashkëngjit edhe dritën. Por si të se njeset, pikturat e Reshatit janë shumë karakteristike, prandaj edhe Reshati është një piktor i njohur në mbar botës shqiptare, pa edhe mbate. Për mua sonte ishte një natë e madhe. Ishte një natë e veçantë me që profesorin Reshat Ahmeti e patëm në Tetovë si artist. Ai si profesor është mbi 2 dekada, por vepra e tij na frymëzon jo vetëm neve, por gjithë kombin shqiptar. Është njëri i cili na ka prezantuar me shumë dinjitet anën botës. Është njëri i cili me potencialin dhe invencionin e tij artistik ka bërë që ai dhe ne si shqiptar të ndjehemi krenar e aq më tepër si profesor i Universitetit të Tetovës dhe gjithësisht si profesor i fakultetit cilin unë udhëheqi, pra Fakultetin e Arteve. Profesor Reshatit i uroj jetë gjatë dhe shpresoj që ai të mbri edhe tjetë antar në Akademinë e Shkencave të Maqedonisë së Veriut, me që është një meritor dhe nga këtu unë e përkrah me shumë zemër dhe me shumë dashuri. Fatmirësisht me profesor Reshatin edhe kemi studiuar bashkë në Shkup. Shumë sende, shumë gjëra ka që na lidhin, do me thënë prej ditëve të studimeve e deri më sot. Natyrisht se Reshat Ahmeti është një gur i rënd edhe i rëndësishëm për kulturën figurative në Maqedoni, në atë mozaikun, do me thënë tonë, edhe nuk kam dilem në kretë këtë 35 vjetën se ka një koncept i cilin është drejt për drejt i kontrolluar nga ana e Reshatit. Reshati mirë i ka mendu sendet prej fillimit
e deri më sot. Ne kemi pas kohën e socializimit, edhe një pjesë të kohës socialiste, do me thonë, tani është tregu i vlerave. Tregu i vlerave ka kriteret e veta, standardet e veta, është një botë tjetër, mirë po, autorët e rinj, studentët, shumë lehtë inkuadrohen në atë botë edhe din të luajnë në atë botë. Dhe shumë studentë të shkëlqyshëm kemi, të cilët prej tani kanë sukses, edhe mbrenda edhe jashtë. Kështu që jam optimist në drejtime dhe nuk shoh asgjë të keqe përsa i përket lëvizjes në drejtim të kësaj kulture. Arbenita Meta, drejtoreshe në Galerinë e Arteve në Tetov, tha se këtë vit nga 23 projekte të aplikuar në Ministrinë e Kulturës, Galeria e Arteve në Tetov ka fituar 19 projekte të rëndësishme. Këtë vit është për herë të parë ndodhen në historinë e institucionit tonë që të kemi 19 projekte. Nga 19 projekte, 17 janë ekspozita ku përfshihet edhe kolonia artistike. Është hera parë në historikun e institucionit tonë që të kemi kaq shumë projekte. Dhe unë jam jashtëzakonisht falënderuese ndaj Ministrisë Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut që këtë vit e kam pa shumë të arsyeshme që shumica nga projekte që neve kemi aplikuar në vitin e kaluar, këtë vit e kemi fatin që të realizojmë. Dhe jam shumë e lumtur që në ekspozita që do t'i kemi deri në fund të vitit, nuk janë vetëm artistë që vinë nga Maqedonia, kemi artistë që do të kemi nga Kosova, po ashtu nga Shqipëria, por do të kemi edhe një artist tjetër i cili vinë nga Malizi. E ku ka më kënaqësi që unë edhe vet jam artist që të mirpres kolegët e mi në këtë ekspozit, në këtë galeri me ekspozitat e tyre të mrekullueshme, që të sjellin punime të jashtëzakonshme për publikun. Nuk dua të harroj të cek, së shpejti do të kemi ekspozit me mozaiqe, të cilën ekspozit e sjell Gzim Lala nga Shqipëria. Pikturat e Reshat Ahmetit në Galerinë e Arteve në Tetov do qëndrojnë disa ditë. Ndërkohë, Reshat Ahmeti do të kthehet në Galerinë e Arteve në Tetov në shtator të këtij viti me një monografi kushtuar 35 vjetorit të krijimtarisë artistike.